Qofse për departamentin e shtetit, hetimi i korrupsionit, çeka emri Sali Berisha, dakord, teorikisht. Praktikisht unë dyshoj që ajo është një dorë specialisti rrënjë e Sorosit, që akoma shkua. Unë i kam të dyja raportet të 2024 ja e fundit. Unë i kam të dy raportet 2024 dhe 2025 janë copy-paste. I vetëm ndryshim është që në 2024 që reflektoi 2023, vitin paraardhës, është dhe emri Lefter Kokës. Thjesht është fshirë emri Lefter Kokë, ka ngjetë emri i Sali Berisha. Pra, për 2 vjet nuk pas ka ndodhur asnjë gjë në Shqipëri. Vetëm emri Sali Berisha. Me këtë çështjen e Sorosit jeni boqë Sharak dhe jeni bosi Sorra. Jeni bosi ato Sorra që bëjnë ka gjithë natën. Problemi është që nuk është çështje Sorosi. A ka s'ka Berisha korrupsion, këtë e din gjithë, nuk ka nevojë na e thotas Shtetet e Bashkuara, se ka plas Gërdeci, e Fatmir Mediu shko gjoja për vizitë, se këta ka 2 senator big deal, edhe vje thot tu do të bi Lasivitan, Lasivitan, por dhe babë në Lasivitas nuk ka që i bo dërmon ati po vjen Lasivita, është rrugës. Vjen dhe Lasivitaja, briti Bojsiu, ke pëdëja, ke Shqupi. Shive, doli video e Lasivitas me zotin Mediu, që tha po vi, më prisni, sot u paraqit drejtori Belina Balluku në spak. Po e paketon, me ardhjen, me prezencën, u paraqit një drejtor i Belina Ballukut, kur doli në Kemeta, tha, në thirën për disa gjëra personale. Sigur e kishin thirrë, ku do i kalosh pushimet sot. Si nuk keni fije. Pra, me prezencë. Mediu duhet të paraqiti për korrupsionin e kësaj qeverie. Mediu ka hull nerë 27 vjet në Berisha. Në qoftë se je një qytetar i lirë i këtij vendi, që e do këtë vend, thuaj, inshallah po vjen Lasivita këtu. Inshallah po vjen Berisha pushtet. Fut edhe Belina Balluku në burg. Sepse medaljen e parë të Lasivitas hyri Erëndelia. Tani do vi prap Lasivita të hyj Balluku. Nga mesi i fushatës do vjen dhe Bernard Balla. Kështu që ke për ta parë një do vi gjithë ekipi i Edi Ramës. Ore nuk është çështje Lasivitaje. Problemi është këtu. Jo, pasoja që sjell Lasivita. Po lene më sa Lasivita, se s'ka Lasivita, s'ka zot ju, po dërmon juve. Po kush është Lasivita? Në ditën që tha, po jo më i lidhni ju, i boni ju këtë lidhje. Mos guxo të fitosh. I boni ju këtë lidhje. Mos guxo të fitosh. Ore do votoj shqiptarë. Unë voton juve me juar Trumpi nuk ju po dërmon. Ato Jurgis Qyrbes, ato do votoj. Ato Shkodrës. Jeni shumë banal. Jeni shumë banal, se nuk jeni me po si më banal, spaku, janë raportet e spaku. Ska emro, ta ka vu krimi, deputeti. Është krim Gërdeci. O zotri, a ka vlerë spaku? Është krim Gërdeci, më zotri. Se ti përgjigjesh pyetjes, a ka në krim Gërdeci? Është hetu Gërdeci. Nuk është hetu Gërdeci. Dhe po hetu. Nuk është hetu Gërdeci. Gënjeni si derë. Është hetuar. Nuk është hetu. Po si mos është hetu? Po ka bo biznesmeni njerëz. Janë 10 persona. Ato gjykata të Berishës, edhe foli sot, edhe spaku, qëse do të bëj punë, le të filloj me Gërdecin, le të filloj me vrasjen 20 janarit, e ka nis spaku, se ju keni bo vrasjen, me çështje ju keni bo vrasjen dhe korrupsion, është Këllëzën Berisha në Gërdec, keni dalë ke 97, 98, 2000, shiti armët, shiti naftën, shiti, të erdhin 2005 në pushtet zotri, u legjitimua emër. U legitimu emri Sali Berisha dhe të erdhin pushtet 2005. Kjo pra, rrini përmeni naftën, përmeni 97-ën, përmeni këtë teori konspirative që ngrejti ky plani majtis që bërë revolucion e push 97-ës, gjithë të teori, risillini prapë se si shfitoj 2005, do të fitoj sërish. Sa veta ju vinë protestma? Sa veta? Aqë sa mundshët Bulevard. Sa, më thuj numërin. Derke Hotel Dajti. Më derke treni, sa veta? Jep një numër. Pa tani unë s'kam dalë me një numër umë. Ore, si jeni më shumë se 5.000 vetë nuk jo vinë, më si ju vjetë turp. Po më shumë se 5.000 vetë nuk jo vinë. Aqë janë mush historikisht për desët. Bulevardi aqë është mush për si nga PS, si nga PD. Shqipen e se edhe i mujke. Problemi fatkeqësia e këtij vendit është që ka një opozitë. Fatkeqësia e këtij vendit është që ka një opozitë katastrofë
një opozit të Katastrofë është në optikën tënde, po jo në optikën e qytetarëve. Po, në optikën e qytetarëve. Po qytetarëve do i shohë. Çfarë nuk shkon sipas teje te opozita? Pra përveç zotit Berisha, duket sikur ka disa emra të rinj, por pjesa absolutisht. E para herë këta janë gënjeshtar patologjik. Sa i dihet ai Pinoku. Pinoku dihet. Po edhe këta i ka bërë si vetja. Këta janë një gjë shifësim do për këtyne, falin nokën, tjetën, njësoj se i flasin. Ky premtoj që do të bënte primare, zotëri. Le t'i lejmë gjitha tjerat. Po. Në primare, në Tiranë, flas për Tiranën që unë e njoh. Mos dilte primares do dalësh keq. Po jo, le më të marroj. Le më të marroj. Do ta marroj. Jo, le të marroj se po çon, se s'ka marrë me po sqelma me ty unë këtu. A marrove. Le të marroj. Këto premtuan primare. Dhe kush do të fitoj primaret, ai do të shkojnë listat e mbyllura. Po t'jap dy shembuj. Ali Mehmetin, që janë Tiranas, edhe Eurida Tabakun. Njerëz përgatitën, qytetar, njerëz me kontribute, fituan më shumë dhe i qiti jashtë listave të mbyllura. Pse? Në radhë parë herë gënjën në mënyrë të hapët që do të funksionojnë primaret, do të funksionojnë demokracia kush zgjedhej. Tashti, ky ka mërzit gjithë komunitetin Tiranas, pavarësisht se komuniteti Tiranas sot është kthy në minoritet kulturor, etnik, ka një fuqi në Tiranë. Dhe ky nuk merr mo vota për Tiranëve. E para nuk merr se ky i ka shkatërruar pronarët e tokave me 7501. Ky i ka shkatërruar pronarët e tokave me masakrën, me dyndje që lejoi ky dhe partia socialiste. Ramiz Alis. Jo, i Berisha, Berisha miratoi 93-shin. Fine konvencimin e pronave ish pronarëve. Si po unë jam avokat, ai në korrik 91-shit është miratuar si ligj. Kush e ka pas shumicën korrik 91-shit?